A mund t'i rikujtojmë edhe njerë për publikun, cilat ishin vërejtjet që ju si avokat i popullit i keni parë në raport me mënyrën se si po zhvillohet atje procesi dhe mënyrën e mbajtjes ish udhëheqës dhe turësisht shqiptarë të Kosovës? Unë fakt konsideroj që ato kanë qenë ngritje shqetësime që i ka pas publiku. Pra nuk kanë qenë kritika të avokatit popullit, sa kanë qenë shqetësime që janë të legjitime. Dhe kjo ndoshta nuk kisha ardhur nëse kjo gjykat kishte rrit nivelin e transparencës, që këtyre shqetësimeve më ju dhon përgjigje ndërkohë, sepse vazhdimisht janë ngritur shqetësime, dhe gjykata krejt çka ka bë është ka dalë me disa postime formë reklamash në radio-televizionin Kosovës edhe në televizione tjera, tu tregu se si ajo gjykatë zbatan ligjin, standardet më të larta, transparenca në vetë procedurat gjyqësore që shpeshherë kanë qenë të redaktuara në atë nivel sa ka qenë e vështirë më përcjell, por jo me qëndrime zyrtare lidhur me shqetësimet që janë ngrit nga mbrojtja, nga të akuzuarit, nga viktimat, nga dëshmitarët e mbrojtur edhe nga mbrojtësit e viktima, por edhe nga publiku. Dhe ka qenë një moment kur unë ka mendu që kryetaria e gjykatës duhet më ballafaqu me këtë realitet, duhet më ballafaqu me këtë situatë krijuar, sepse kam pa që avokati i popullit i dhoma specializuar përveç që është i emëruar në mënyrë formale në umbrellën e gjykatës, në një strukturë dhe nuk është në plotëni me standardet që funksionon një avokati i popullit, nuk është i ka trajtuar këtë çështje. Dhe në komunikimin tim të vetëm që kam pas me këtë avokat, unë kam pa një tendencë refuzuese në bashkëpunim dhe një tendencë ndoshta edhe të tillë që pak me të ignoru në kuptim të vetë pozitës që e ka. Se provuat ju të komunikoni me avokatin paralel, ta themi, se i bie një lloj avokati paralel kjo. Me ligjin e gjykatës kushtetuese në fakt kur është bërë edhe një avokat. O mendoj që vetë ndryshimi i kushtetues dhe vendosja e avokatit popullit në umbrellën e dhomave specializuar ka qenë i gabim, po tashmë kjo çështje e kryme dhe nuk du me u kthy debatit në këtë pjesë, por që natyrshëm unë mandatin e kam marrë në kohë pandemisë dhe kur mu më kanë raportu të gjitha institucionet korrektuese të Kosovës për situatën e drejtave të burgosurve në Kosovë, mu më ka interesu me pa cila është gjendja në Hagë, sepse dhe ata janë qytetarë të këtij vendi. Dhe qysh në vitin 2020, unë jam drejtu avokatit popullit me një shkresë edhe kam kërku takim duke sqaruar se çfarë po më intereson të di. Dhe qasja ati ka qenë e mbyllur, gjithçka konfidenciale, nuk kam arrit me marrë ndonjë informacion, kështu që jam detyruar pastaj me kërku dhe me shku vetë me i vizitu, edhe nga për sa afërmimi pa problemet dhe shqetësimet që ata i kanë ngritë, të cilat shqetësime unë i kam vendosur pastaj në raportin vjetor të vitit 2021 dhe ja kam dërguar Kuvendit në shërtim. Por që çuditërisht nuk ka pas asnjë reagim dhe nuk ka pas asnjë diskutim apo koment lidhur me atë që unë kam pasqyruar në raport. Dhe në vazhdimsi të e përcjell punën e kësaj gjykate, po të e përcjell shqetësimet e qytetarëve, të e pas parasysh që kufizimet që unë i kam si avokat i popullit nuk janë absolute, sepse avokati i popullit Kosovës ka një rol të veçantë në dhënien e rekomandimeve sa i përket funksionimit të përgjithshëm të sistemit drejtësisë. Pjesë e këtij sistemi është edhe gjykatë. Pra nëse diçka nuk funksionon edhe cënon të drejtat njeriut, unë nuk mund të riheshtur, më duhet të reagoj dhe më duhet të flas, atëherë unë e kam gjetë një moment të përshtatshëm që krejt këto shqetësime me ngrit në atakem, duke i paraqitur edhe shqetësimet në mënyrë konkrete. Për shembull, përgjimet e bisedave në mes të vizitave. Për mua janë shqetësuese. Këto nuk mund të jenë masa të përhershme. Këto janë masa atë cilat mund të vendosen në një periudhë të caktuar kohore, edhe atë me vendim të gjykatës e të arsyetuar mirë, po jo të jenë standard, sepse standardi është tjetër. Bisedat nuk përgjohen. Pastaj qasja e mbrojtjes në prova. Redaktimi i provave shkresore deri në atë masa i bëjnë të pakuptueshme, përkthimet jo cilësore. Janë probleme konkrete që gjykatat duhet me sqaru, duhet me tregu, nëse këto po e cenojnë pastaj një gjykim të drejtë të paanshëm për ata të personat që mbahen atje. Pastaj, provat që sigurohen nga një shtet armiqësor ndaj Kosovës, që mund të jenë edhe nga agjencitë e inteligjencës, SPAK-u, ashtu siç është pretenduar nga mbrojtja, unë e konsideroj që paraqet një shqetësim, një alarm në drejtim me atë se sa u mundësohet mbrojtjes me demantu
me i verifiku burimet e atyre prova për me mujtë më ardhë deri tek qartësia se ato prova janë siguru mënyrë të lehtëshme. Ju e dini, në Kosovë, në standartet e ndërtuar në sistemin tonë gjyqësor, prova kompromituar nuk mund të jetë standardi provës të pranuar për gjykim. Pra ne nuk mund të pranojmë një provë e cila nuk dihet burimi dhe nuk është siguru në formën e lehtëshme dhe në procedurat e përcaktuara me ligj. Ka shumë aspekte tjera që lidhet edhe me kozgjatjen e paraburgimit, edhe me aspekte tjera të cilat unë konsideraj që nëse nuk sqarohen në masën e duhur, spaku në raport me opinionin publik të Kosovës, do të bie besueshmëria e kësaj gjykate dhe besoj që për me pas një gjykim të drejtë, një gjykatë duhet të jetë e besueshme në publik sepse gjykon në emër të saj, në emër të publikut dhe në emër të popullit.